orë sote? Me orë me festu fitoren e LDK-s. Çka pritni prej këtyre zgjedhjeve? Ishim më konë ma mirë. Çu komentoni qeverisën e Albin Kurtit deri tash dhe çka mendoni që mundet me Qeveri ma të keqe kur s'ka pas Kosova. Me tana fëqijat është. Çka ka diçka mongit që pritni që LDK-ja ka me ndriç? Tana ka më të ndriç. Krejt komplet. Qeveri ma të poshtë kur s'ka pas. Por sepse LDK-ja ka një takim, një notë e madhe për neve, ne jemi votues gjithmonë të LDK-s. Çka pritni prej këtyre zgjedhjeve? Për këtyre zgjedhjeve presim më fitu më i miri, ai që premton sa duhet edhe i bën premtimet, jo ai që premton shumë e s'bën asgjë. Çu komentoni qeverisën e Albin Kurtit deri tash? Unë tash mos jam në LDK, po më vjen keq edhe me kritikue se njeriu që ka punu pa pik programi, një udhëheqës që punon pa program. Çka më fol për të? Sonte e marrë qështë të quj mi ndihmue partisë time LDK-s prej formimit LDK-s, unë jam aty i antarësum. Çka pritni prej këtyre zgjedhjeve? Na presim inshallah do zoti edhe dalin të partë, edhe e kthejnë situatën pak ma dyqyrë si ndryshnej, e jo deri tash se që shohon. E çu komentoni qeverisën e Albin Kurtit deri tash? Qërë, unë jam shumë i vogël edhe me kritiku Albin Kurtin, më gjithë se po shihen punë, po shihen e qështë. Se keni orë sote? Veç me festu për fitoren e LDK-s. A menoni që ka me fitu? Këshmet. Komuna e stohet po. E kem na këtu ta ditë, komuna e stohet. Qysh ndiheni nëse rriten pensionet që Lumir Abdigjiku prej 150 në 300? Po unë shpresa që aty është për shëta e mjallë me bëndëshime, din, edhe më knasit mo dhe aje folni, na din që e kryt, edhe për mbanë pranë fjallë tina. Inshallah ka shëndetin e i rojmë sukses. A kanë me ju ndihmu ma shumë ato rritjet pensioneve ajo? Po qysh nuk në animojnë, ka shumë cene, jo veç ato, po ka shumë që ndijen edhe vitet e kalume që s'kem punu, ta i premtun, gjitha në plan program. I përgëzoj, veç me sukses me shëndet. Po më të thonë drejten, është lajmi i mirë, po kur vështirë është i arret se më nashta me qeverit që tash, veç nëse vjen pushtet shkelida demokratike me ekspertat që i ka, jam shumë i sigur që qënë Kosovën për para për gjitha premtimet që i dha. Qysh ndiheni ju nëse rriten pensionet? Pa normal, ma mirë, gjithkush po dihet ajo. Veç shoqërë që së mvarën krejt peshme në pensioneve, po në Kosovë dihet si edhe të majnë djemë të vajzat. Lajmë shumë i mirë edhe është i arsyeshëm. Edhe është i kapshëm ky lajm kështu. Më thonë, piriti 10.000 euro është fantazi është ajo. E kjo është bile pak pas ka thonë, sa ka mbi rrit ai. Unë shpresoj që bile 500 i bën ai. A kanë me ju ndihmu këtu sa do pak? Po normalisht, po tash. Ne jemi me dikush me 200 euro, dikush me 250 euro, dikush. Ato vitet e 90-ta, vonë që tash ne kanë pranu do, se ne kanë largu për i punë, kështu që po shpresojmë që me jekin e kësaj qeverie, me marë për qeveria re, do të normal mirë. Faleminderit. Me një shumë.